Libri Çrregullimi I vëmendjes dhe hiperaktiviteti, udhëzues për profesionistë dhe prindër, pjesa e 2. Të kuptojmë ADHD-n më mirë. Modele shpjeguese. Çrregullimi I vëmendjes me hiperaktivitet, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, përcaktohet si shfaqja e një grupi sjelljes ku fëmia paraqet nivele impulsiviteti, mungese vëmendjeje dhe hiperaktiviteti më të larta se sa fëmijët e tjerë të së njëjtës moshë. Zakonisht, këto vështirësi shfaqen përgjatë të gjitha viteve të fëmijërisë së hershme, por diagnoza e mirëfillt konsiderohet të vendoset në moshën 12 vjeçare e lartë. ADHD konsiderohet çrregullimi më I përhapur I periudhës së fëmijërisë së hershme dhe prek më shumë djemtë se sa vajzat. Problematikat e fëmijëve me ADHD bëhen shkak për shfaqjen e një sër vështirësive në kontekst familjar, shkollor, në marrëdhënie me prindrit, motrat, vëllezërit, shokët, shoqet e klasës, me mësuesit e me radhë. Simptomat dhe karakteristikat e ADHD ndahen në 3 lloje: mungesa e vëmendjes, hiperaktiviteti dhe impulsiviteti. Ti shohim me radhë. Mungesa e vëmendjes. Fëmia bën gabime të shpeshta pakujdesie. Nuk I kushton vëmendje detajeve, harron ndjekjen e rutinave dhe detyrave të përditshme, duket sikur nuk dëgjon kur I flasin, nuk e mban dot vëmendje në kryerjen e detyrave apo gjatë lojës, nuk I ndjek udhëzimet që I jepen, sidomos në veprimtari që kërkojnë realizimin e një sër hapash. Ka vështirësi të përqendrohet në bisedë, shpesh duket sikur shikon ëndra me sy hapur. Ka vështirësi në kryerjen e detyrave që kërkojnë ngarkesë të lartë mendore dhe përqendrim, siç janë rëndom detyrat e shkollës. Ka vështirësi në respektimin e afateve, korrektesën në takime dhe zbatimin e orareve. Shpesh humbet gjëra të cilat janë të domosdoshme për veprimtaritë e veta, apo shpërqendrohet dhe utohet lehtësisht nga stimuj të jashtëm. Mungesa e vëmendjes apo pavëmendja është tipikisht në qendër të çrregullimit të vëmendjes me apo pa hiperaktivitet. Pra, këta fëmijë kanë vështirësi, deficite apo keq funksionime në aspekte të ndryshme të vëmendjes. Vëmendja selektive, e shpërndar, përqendrimi, vigjilenca. Megjithatë, ka një lloj diferencimi sa I përket këtyre përbërësve të vëmendjes tek fëmijët që vuajnë nga ky çrregullim. Ajo që është vënë re është që ata paraqesin vështirësi të vazhdueshme në mbajtjen e vëmendjes në detyra komplekse apo të vazhdueshme siç janë ato shkollore. Ndërsa në veprimtari që zgjojnë interesin e tyre apo janë të reja, këta fëmijë janë më të vëmendshëm. Kjo do të thotë se limitet e tyre sa I përket vëmendjes nuk janë absolute. Individët e prekur nga ky çrregullim mund të shfaqin vështirësitë e tyre në shkollë, punë, shtëpi, përkatësisht në kontekste shkollore, pune apo sociale. Siç është përmendur dhe më lart, ata duket sikur nuk u kushtojnë rëndësi detajeve dhe përpasoj kryejnë gabime pakujdesie në mënyrë të vazhdueshme. Detyrat e këtyre fëmijëve janë të paraqitura pa kujdes, pa rregull, të realizuara me nxitim dhe me vështirësi të mëdha për t'i çuar deri në fund. Kalojnë nga një veprim në tjetrin her pas here, pa përfunduar një gjë, nisin një të dytë e me radhë. Detyrat që kanë një nivel të lartë vështirësie lihen pas dore dhe rrallëherë përfundohen, duke qenë se këta fëmijë paraqesin dhe vështirësi në organizimin e punës, jo vetëm në përqendrim dhe vëmendje. Mënyra e të punuarit të këtyre fëmijëve është e çrregullt dhe jo sistematike, njësoj si organizimi I mjeteve të punës, fletoreve, librave, që I humbin dhe I harrojnë. Shpërqendrohen shumë lehtë, mjafton dhe një stimul I parëndësishëm I largët apo një zhurmë në sfond që të tjerët nuk u kushtojnë rëndësi, për t'ia larguar vëmendjen një fëmije me ADHD nga tavolina e punës apo e ngrënies. Janë të pakujdesshëm në rutinat e jetës së përditshme dhe shpesh kanë vështirësi për të ndjekur rregullat apo hapat e lojrave, duke u bërë kështu shpeshherë për fat të keq të bezdisshëm për bashkëmoshatarët e tyre. Edhe se mund t'i kuptojnë shumë mirë rregullat dhe normat e lojës apo ndërveprimet në grup, fëmijët me ADHD nuk I ndjekin dhe zbatojnë ato nëse nuk ju duken interesante. Për këtë arsye, kanë prirjen të jenë të paduruar dhe të perceptohen si as pak bashkëpunues dhe të pabindur. Këto veprime të tyre tregohen dhe interpretohen nga prindërit dhe mësuesit si tregues si një sjellje negative të qëllimshme, etiketim sigurisht I gabuar.
Grupi i dytë dhe i treti simptomave, hiperaktiviteti dhe impulsiviteti, ka të bëjë me lëvizje përsëritse me duar apo këmbë në shenjë nervozizmi apo padurimi. Nuk rin ulur në klasë apo mjedise të tjera, në të cilat qëndrimi ulur është i nevojshëm. Vrapojnë, kërcejnë, hidhen së tepërmi në situata të papërshtatshme. Shpesh flasin shumë dhe pa ndërprerë. Janë gjatë gjithë kohës në lëvizje dhe duket sikur nuk lodhen kurrë. Kthejnë përgjigje përpara se t'i bëhet pyetja e plotë. Kanë vështirësi në mbajtjen e radhës dhe kur ju duhet presin. Ndërpresin të tjerët kur flasin, futen në mes të një loje, bisede apo aktiviteti që të tjerët po kryejnë. Bëjnë komente të sikletshme për të tjerët, marrin objekte që nuk i përkasin, thonë dhe bëjnë gjëra që nuk janë të përshtatshme për moshën dhe kontekstin social ku ndodhen, mund të përfshihen në sjellje që paraqesin rrezik për atë vetë apo për të tjerët. Kalojnë rrugën pa parë, hidhen nga lartësi pa menduar pasojat e të tjerë. Hiperaktiviteti dhe veprimtaria e tepërt motorike janë një nga tipare dalluese të çrregullimit të vëmendjes me hiperaktivitet, sidomos nga fëmiria deri në adoleshencë. Pra, afërsisht nga mosha 6 deri 11 vjeç, një nga karakteristikat kryesore të ADHD është sjellja motorike e këtyre fëmijëve, që është në mënyrë domethënëse më e lartë se ajo e bashkëmoshatarëve të tyre. Janë fizikisht shumë aktiv dhe gjatë gjithë kohës në lëvizje. Nxitojnë, nuk rrin dot gjatë në një vend, nuk rrin dot gjatë ulur, prekin çdo gjë, ngacmojnë të tjerët dhe janë të paqet. Në pubertet ka një lloj reduktimi të simptomave që kanë të bëjnë me lëvizjet e shumta dhe të egzageruara. Ndërsa impulsiviteti pra karakterizohet nga padurimi dhe nxitimi, duke qenë se e procesojnë informacionin që marrin nga mjedisi përreth shumë shpejt dhe pa konkluduar në përfundime të plota. Shembull shumë i thjesht i kësaj është që përgjigjen pa pritur të përfundoj pyetja, e me shumë gjasa gabojnë. Nga ky lloj nxitimi dhe nga paaftësia për të pritur që të shkojnë gjërave deri në fund, fëmijët me ADHD kanë dhe mungesën e interesit për pjesën më të madhe të veprimtarive e aktiviteteve të jetës së përditshme. Kjo gjithashtu u shkakton dështime, duke qenë se nuk kanë vullnetin për të duruar e për t'i çuar gjëra deri në fund. Nëntipet e ADHD janë: nëntipi i kombinuar, kur të paktën 6 kritere apo më shumë të mungesës së vëmendjes dhe 6 kritere apo më shumë të hiperaktivitetit, impulsivitetit kanë qenë të pranishme gjatë 6 muajve të fundit. Nëntipi mbizotrues i hiperaktivitetit apo impulsivitetit është kur plotësohen kriteret e hiperaktivitetit dhe impulsivitetit, por jo ato të mungesës së vëmendjes. Dhe nëntipi i tretë dhe i fundit, nëntipi mbizotrues i mungesës së vëmendjes, kur plotësohen kriteret e mungesës së vëmendjes, por jo ato të hiperaktivitetit, impulsivitetit. Çfarë duhet të dinë prindrit dhe mësuesit për ADHD? Nuk ka asnjë lloj testi fizik apo analize gjaku, ekzaminimi imazherik, rezonancë magnetike, skaner, elektroencefalogram, me anë të së cilës të diagnostikohet ADHD në mënyrë të vetme të saktë. Për të kuptuar natyrën e çrregullimit dhe për të arritur në përfundime, informacioni merret nga prindrit, mësuesit, me anë të kryerjes së intervistave, plotësimit inventarëve. Vlerësimi dhe trajtimi efikas përfshin bashkërendimin e punës së prindërve, psikologëve, mjekëve, mësuesve. ADHD është një çrregullim kronik, që do të thotë se kërkon her pas here rivlerësime dhe rishqyrtime të ndërhyrjes, në përputhje me ecurinë dhe fazat e zhvillimit të fëmijës. Një ndërhyrje e hershme, e përshtatshme dhe intensive, është e nevojshme për të trajtuar çrregullimin. Diagnoza nuk është aq e rëndësishme sa është ndërtimi i planit të përshtatshëm të ndërhyrjes, për t'i ardhur në ndihmë sa më mirë fëmijës dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së tij. ADHD është një çrregullim gjenetik, pra që ka probabilitet të lartë të trashëgohet prej prindërve. Faktor të lidhur me edukimin, mjedisin, ushqimin, dietën, element apo substanca të tjera nuk e shkaktojnë ADHD-n, por ndikojnë në përkeqësimin apo përmirësimin e çrregullimit.
Sado që simptomat e ADHD kanë prirjen të përmirësohen me rritjen e fëmijëve, ato nuk shtuken. Më shumë se 2/3 e fëmijëve me ADHD vazhdojnë të shfaqin problematika të shumta në moshën e adoleshencës dhe të rritur. Adoleshentët me ADHD rrezikojnë më shumë se sa të tjerët të braktisin shkollën, të abuzojnë me drogën dhe alkoolin, të shfaqin sjellje delinkuente. Ndërsa të rriturit me ADHD shpeshherë përjetojnë nivele të larta stresi, vështirësinë në menaxhimin e marrëdhënieve me të tjerët, probleme të lidhura me performancën në punë, abuzime apo varësi nga substancat. Efikasiteti dhe suksesi i terapisë me rastet me ADHD lidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë me kombinimin e disa elementeve terapeutik. Terapia individuale me një terapist, ndjekja e një programi të strukturuar në shtëpi, dhënia e kohës shtesë për kryerjen e detyrave dhe provimeve në klasë janë disa nga drejtimet kryesore të procesit terapeutik. Trajtimi dhe modifikimi i sjelljes përfshin përcaktimin e objektivave specifik ditor, përcaktimin e rregullave të mirë përcaktuara dhe përsëritjen e tyre të vazhdueshme, dhënien e udhëzimeve të qarta, përdorimin e sistemit të shpërblimeve për të nxitur sjellje të dëshiruara, përdorimin e një sistemi të raportimit shkollor që lehtëson komunikimin dhe shkëmbimin e informacioneve mes familjes dhe shkollës. Mjekimi me medikamente është shpeshherë pjesë e terapisë. Lloji, doza dhe përdorimi përcaktohet nga mjeku përkatës. Element thelbësor ndaj të cilit duhet kushtuar vëmendje veçantë është marrëdhënia që ndërton fëmia me ADHD me shokët, shoqet dhe me nxënësit e tjerë, sepse përtej vështirësive në mësime që i shkakton çrregullimi, problematika edhe më të mëdha shfaqen në marrëdhëniet e fëmijës me të tjerët. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, një fëmijë me ADHD ka nevojë për empati. Kushdo që është afër tij duhet të kuptojë që sjellja që ai shfaq nuk është pjesë e karakterit të tij të keq, në thonjza. Në vend që të kritikohet, gjykohet, qortohet, frustrohet me kërkesa dhe të tërhiqet vëmendja, ai fëmijë ka nevojë për ndihmë dhe trajtim.